Mirësi dhe Ramazanit, mirësi dhe Ramazanit. Du, baba prap, sot ka dash me dalë për shpije. Pse ku kesh edhe? A shku vetë në pazar me blitër hanë për babën? Prambre të baba jem. O dy oda bure janë konë klap, bre, misafir pika mosi ka basa. Po qëfar zjef kjo kombre, këce, lujek, ja, jemi trenu, krejt jemi trenu, ja, zjef kim marrë konë. Kërë se arrej, pi me me spe e kiq. E unë e isha atë, baba. Kush jeti? Gjallia, po. Ty t'kemi këput me të bajt uj, be, të pruj, po në këce luj njerësu, edhe uj me pi. T'kemi lo, Gjallia, na ban halal. Halal. Vlo, hajtë, pusho pak, flenj që atë një tro. Kuna pithu, vla? Hojnon, po prom jam këput të këci të lujti, po më thu me flet me pushu. Po qëfar pushu me Allah hile? Rëdhe qatë. Tja, motra e me keve? Po vlo, më trajote. Aha, u baria, po. Shëno, që është. Kuku. Po dal me hejtë, papa. Ku do me shkuti? Skuza me shku pa ishi i gjantë. Shire mëra që janë trenu, këshire që janë qartë mërë polipin me hangë. Kur keni shi, bre? Del. Hajtë se unë e kujdes në për ta. Se Hajtë. ta kështu dalë, bre. Ani, del, ama pa ishi bo zgabo. Jo, hajtë. Hec. Ja. Ti ku keve pram ti? Unë e kështë e babe, ti ku ke, pse së erdo dhe ti? Qëfar note o konë. Bre. O, jemi knaqë. Aj pak, po pëshaj pak. Te baba. Baba s'kina harrua. Kocit kur ja kam lodhe evi, kur e kina varru, s'kite baba. O, zot sabrin. Edhe koha sot loshki. Mi, bërë se ka një caj tofti flauti shtë Valla, po, be, ka përcej maja. S'mam është, ka djalla. Thua. A be, që ka kështu të vetë? A be, këtë dullën e ki pa dikun, be, si që kun pa kërë në funit, ku ka ku pa një? Valla, be, s'ka veç në telefon, jam një që të ditë me atë babën e vetë, be, si bojnë punë gjinoj, be, ka rokë që e skreloza. Ka i të folë, be, ti? Bacinur, skleroza e ka rokën. O dost, lej që në shpi probleme, pa edhe largoj ke dilke edhe për shpije. Një natë me nëzë se e kishin gjejtë mëre? Që kam kalzove, be, ti muve, vallaj, bilaj, shumë kesh po mika, be, gjëna bacinur, be. Shka, u ka herifi me pun, i kalon me ketë, u ka lërgu për ketë senëve, tu kujdes për plesht ati. Që dhe të pleshme shkajtë të forti. Nona i ka dek dullës? O, nejse, se dhonës të... O, i s'kam. Atë halën, e ka pas një halë dullat që e ka. Po, atë blok. Buri halës vetë, pas ka dek, shti kujt june para të mujve, ajo fmi gjuna i s'ka. E qka pa në shtesh e ka marrë dullat të shpja vetë, edhe shtash u ka lidhë për të ditë aty. Shkam kalzove, ti. Shkam kalzove, be, njëzve ti, be. Balla, po. Mave, një shkajtu forti, be. Pa ti, ju pasak në zaglavit këtë punë, mos pasak shka me bo, mo.
Për i dare ma... S'po kam çka me fole di vetë se që shi ka punë. Keqe ma keq, be. Enis, prit me që avoj një telefonon e njerit, be. Alo, O, be dillo, ku je beti, ku je upti kështu? valla dola pa ka zërshjesës, të shtu plas, në shpe. Ku bash qashi? Po unë jam qashi të sa të kulla, që bash me nisin erdhe me falem i kindin, e romo abe teatro. Ka zlatan, valla, e fala vaktin në Mustaf Pash. Edhe veç dola që shta. Po. Tamam, e di shka? Mësikanet ajo të zlatarat ati ku janë, une kjerin e kina këto me nisin, kina me mshu nartë të Rubin, ja gjë nartë. E di ko Rubin? A be në të vinë si të muje këtu, hajde. Ja, be, shkojna nese, sa në ven. Ne i bikeri stash edhe vim të Rubini nartë të kaloj ati shifmi. E pani pra, ju Hajde. pas pra, hajde. Hajde, qash, 10 minuta atjejnan. Hajde, vla, hajde shifmi. Sa problem. Shka kalzove, venis. Dolo, po ku je be ka e velajnë? Me Interpol e bo me t'libe. Ku je u kështu? Po, s'ka dhe njësë, ja. Jam tash, jam i lidhë të shpia, të s'ta mërmenja. Damët s'mu të Po shto. të baj gare si kalzova, po se kish dit, vallaj, as ki se kish ditën. Se të lujtë. Qa të bajsh me? Që shi ka punë stash, Aganur? Valla, hitë si ka punë të mirë. Bile, para se me dalë, janë nisi të fole i jerën. Pramin e kam me një darsa, me loji, e këce, ina lodha, ti ke boj zmete. Valla, besoj, qashtu e ka kjo Se smuje? di, valla. Qashtu e ka kjo smuje? Bile të ka të drejt, me punë e me kretë angazhimit i kom lonën të kujdes për baba. Bile dhe, kur janë nisi me folë se shtu e lash, edhe dola, mërësita, bile dhe halës, se tash, këshere pak tash darë se s'jam mi. Po në me, stash ka e përmene ti halën. Që edhe nisi pak më herët, kur kem halën e përmeni diçka. Shka punë e kësaj halës, o vla? Allah, ajo akon e martu, me i kam dhejk buri, që pare, i ka një 5-6 muj. E fmi s'ka pas, është tash mërë gjuna me elam vetë. Ishte e mora e, tash berëm tjetën nga të babës pak. E për që ta e baba elam ma këtë që shumë kur e pa që shta. Haj, të bestik fa. Njerë hinë edhe në gjunajnë, vallaj. Po halëbe, shka të bojë, se në le vetë. Ilo me kjeve, penzia ka vëni me tu? Jo, menis, se e buri ama s'ka punu veç me tokë, s'ka punu punë shtëjt i kur. Jo, se shka me bëgë, duhet me abo qara. Mirë, o du, po ti, që shetu bo me i darës tash? Bash, i të muhabit, vallaj. Shpet qëtë mujnë, shpet ban jetën ti. Po, i s'ka. Jem të marrë si qështë me penzinë e babës. I pashtu ashtu, s'jam të punu për moment, jem të marrë veç me ata. Si e ka shkrytë zotë që shtu dhe batë. Shkova une, e shimi masarajna. Kuj të shkushti, ka dalë? Po, nga me t'i kimia, pa fali, si ta fali, vera. Tamo. Hajde, shimi. Hajtë. O Enis, po mirë ti, pse s'm ki kalzu se deri këtu i pas ka ardhur puna dullës? Allah, ko e di, unë i kom ditë paka shumë bashkë qështu detalisht edhe unë shtash e mora vesh. Po, ja tash, ja kur ne du të mi dalë në hak ti të shokit tonë. Valla iskë. Ndo shta shumë e shumë në kam veç, që ato sejnet elementare për mu me asiguruan. Elhamdulillah, Enis, sa për ata s'është problem, unë edhe ma shumë muj. Se që shpe shof ki, garant edhe na për dyqone ka një bërë, se si pas ka put, ki s'murët me qitë mujnë qështu, o vëlla, me një penzi. Po, i vjen zërë ti në kalzon. E di po në? E pa atërë Se mirë, të garok në ishi se kështë ka... hajde shkojna ne. Ej, ne shkojna për spari të të. Alo? Iska? Po, bashkë të dyqonë jam, po. Mi ka pas, pas ka pas afër 200 euro, diçka që të, po 200 një lështë i djalit. Po, të pagujt me ka, s'ka më bosh, dulla këtu kur gjomë, s'ka, 0-0.
Usos, faleminderit shumë. Hajde. Po shteshem të shku të shtëpia, po. Rebe rahati, këshirë punë të tuja, e di, hiq. Këshirë punë të tuja, të shteshem të shku të shtëpia vetë, hajde. Hajde, faleminderit. Weli, hajde bro. Ja, valla s'kam vakt, ej. Po. Nga po, se riske bile sam vla se i dëll një punë, po, si u zatekëm, si fojmë këtë ato, që këtë plikin e kipi mua dhe piskës, Faleminderit shumë. edhe në kim gushtu, pse u ka deshti, neve në kimi në kalzu për ki që kësi halë, që kësi dete, jo me hek për i laqë për sejnë. Më shka e bo, se Këtu i kitë sigurume, nësh për i laqë, nësh për hash, nësh për qëka dush, kejt i kitë që këtëne, so se do punë. Jaftë bile borgjën të alë të dyqionit që ka e kam. Përse ta? Ki këtu edhe për borgjën edhe për kejt, që ti më sënis borgjën të dyqionit këtë qatë. Kejt i kitë sos ta. Edhe qëka do që jetë në gusht, nash të iska, nash të une, nena, non stop për ti ndaj. Faleminderit shumë. Hajde, Allah valla shpërblet. të shtu Allah vide se razë. përvobë. Hajde, amin inshallah. Kush e u lo, be? Ai mirë. Ai kështu të çat borgjë sa e kam, be? Kështu ski të na bashkë. Qysh? Ski bashkë. Të krymë e ki. Ky projekt sponsorizohet nga أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد Falënderimi hamdi I takon Allahut dhul Gjelal, ata e falenderojmë prej Tij falje, udhëzim, rahmet, mëshirë, bereqet, shëndet dhe shpëtim kërkojmë. Selamet, salavatet e përzemërta ja përcjellim Muhammedit alayhi salam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe mbi gjithë ata besimtarë musliman, të cilët e ndoqën, e ndjekin dhe do ta ndjekin në rrugën e pejgamberit alayhi salam deri në ditën e gjykimit. Sa I përket bamirësisë, çdo musliman e ka për obligim që të bën mirë në këtë dynja. Allahu Gjeleshanuhu në një ajet kuranor thot Bismillahirrahmanirrahim wa ahsin kama ahsan Allahu ilejk, dhe bë mirë ashtu siç Allahu të ka bë mirë ty. Njerëzit më të dashur te Allahu Gjeleshanuhu janë njerëzit të cilët në dynja bëjnë mirë. Bamirësia nuk nënkupton vetëm bamirësi me pasuri. Është e vërtetë se prej llojeve të bamirësisë që na mëson feja jon, na mëson pejgamberi alayhi salam, është bamirësia me pasuri. Nëse kemi pasuri, ti ndihmojmë të tjerët, ti ndihmojmë jetimët, ti ndihmojmë nevojtarët, ti ndihmojmë njerëzit që kanë nevojë. Bamirësia është edhe me fjalë. Një fjalë e mirë është bamirësi, një këshill e mirë është bamirësi. Ti pajtojsh dy njerëz për hir të Allahut është bamirësi, dhe padyshim për këtë do e gjesh shpërblimin te Allahu Gjeleshanhu. Bamirësi është kur ti e ndihmon vllaun tënd, kur ti ja lehtëson një breng vllaut tënd. Thot Muhamedi alayhi salam, men kana fi hajjati akhi, kana Allahu fi hajjatihi. Kush është në ndihmën e vllaut ti, kush ja lehtëson një breng vllaut ti, Allahu do t'ja lehtëson brengat e dynjas, Allahu do t'jetë në ndihmën e robit ti. Një ashtu bamirësia në dije, nëse Allahu Gjeleshanhu t'ka dhënë dije në dynja, ti duhet ta shpërndash. Nëse e din Kur'anin dhe ja mëson një tjetrit dhe ja mëson Kur'anin tjetrit, kjo është një prej llojeve të bamirësisë, dhe padyshim që ndër veprat që e kënaqin Allahun dhul Xhelal është bamirësia. Allahu na obligon, na urdhëron që ne të bëjmë mirë aq sa kemi mundësi. Kemi një hadith të pejgamberit alayhi salam ku thot, për çdo ditë që lind, Allahu I zbret dy melek në tokë. Një prej tyre bën dua dhe thot, o Allah, kush ndihmon, kush bën mirë, shtoja të mirat ja Rab. Dhe tjetri thot,
o Allah, kush tregohet koprac, ati largoja pasurin, mirësin nga zemra e ti. Nga ky hadith ne kuptojmë që çdo kush prej nesh dhe çdo musliman e ka për obligim që ta të bën mirë kur i vjen mundësia për me e bë një ndihmë ose për me e bë një të mirë. Aisha radiallahu anha, nëna e besimtarve, kur e jepte sadakan lëmoshën, e pastronte dirhemin. Dhe kur e pyetën, i thanë, ja Aisha, pse e bën një gjë të tillë? Pse e pastron dirhemin? Ajo e dinte vlerën e bamirësisë, e dinte vlerën e lëmoshës. Tha, ky dirhem, ky denar, fillimisht do të bie në dorën e Allahut xhaleshanhu, pastaj do të bie në dorën e nevojtarit. E dinte vlerën, madhështinë e bamirësisë dhe lëmoshës. Një ashtu pejgamberi alayhi salam thot, men la yarham fil ard, la yurham fis sama. Kush nuk mëshiron, ai i cili nuk i mëshiron njerëzit në tokë, nuk do të mëshirohet në qiell. Të nderuar, bamirësia është një punë shumë e lehtë. Ashtu siç e përmenda në fillim, bamirësi me pasuri, nëse ke jep. Bamirësi me fjalë, një fjalë e mirë është këshill, një fjalë e mirë është bamirësi. Një këshill e mirë është bamirësi. Nëse ke dije, shpërndaje dijen tënde. Nëse ke mundësi ta ndihmosh vëllaun tënd me një ndihmë të vogël, ndihmoje sepse ajo një ditë do të del. Pra mesazhi im është që aq sa kena mundësi ne të ndihmojmë të bëjmë mirë, mos e humbim këtë mundësi, ta shfrytëzojmë këtë mundësi, sepse pejgamberi alayhi salam tha, në ditën e gjykimit, kur njerëzit do të qëndrojnë kam para Allahut dhul xhelal 50.000 vite, bamirësit do të jenë në hijen e Allahut dhul xhelal. Bamirësit, njerëzit të cilët bëjnë mirë në dynja, do të jenë në mëshirën e Allahut dhul xhelal. Ku i përmend pejgamberi alayhi salam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilla la dhilla illa dhilluhu, prej 7 grupeve që do të jenë në hijen e Allahut ditën e gjykimit, ku nuk do të ketë hije tjetër pos hijes së Allahut dhul xhelal. Një prej grupeve apo një prej kategorive të njerëzve që Allahu ju jep myshde, i përgëzon dhe i thirr në hijen e tij, do të jenë njerëzit që në dynja kanë bën mirë. Atë ndihmën që ti ja ke bën vllaut tënd, atë brengën që ti ja ke lehtësu vllaut tënd, dije se do të jetë dritë në dynja, do të jetë hije ditën e gjykimit. Do të jesh faqebartë para Allahut dhul xhelal, do t'i marrësh shpërblimet sevapet para Allahut dhul xhelal. Ne sot elhamdulillah, Allahu na ka dhënë shumë të mira. Dhe të mira që Allahu na ka dhënë, një prej punëve që ne duhet gjithmonë ta bëjmë mirë për Allahun dhul xhelal, është që të bëjmë mirë me mundësinë tonë sa kena. Jemi në muajin e shenjtë të Ramazanit, jemi në muajin e bekuar të Ramazanit. Në këtë muaj të shenjtë, mos e humb mundësinë që ta ndihmosh një nevojtar. Mos e humb mundësinë ta ndihmosh vllaun tënd. Mos e humb mundësinë të paktën një iftar për një jetim, një iftar për një nevojtar, një iftar për një familjar. Dije se vallahi billahi, këtë mirë që e ke bën, këtë sadaka që e ke dhënë, këtë punë dhe vepër të mirë që e ke ndihmu, ja ke lehtësu një breng vllaut tënd, Allahu dhul xhelal do t'i lehtëson brengat e dynjas dhe do t'i lehtëson brengat e ahiretit. E lutim Allahun dhul xhelal që Allahu të na bën neve prej atyre robërve që bëjnë mirë në dynja. E lutim Allahun dhul xhelal me dua dhe lutje të sinqerta, duke shpresuar në rahmetin e Allahut dhul xhelal, që në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit, gjunahet tona Allahu të na fal, agjërimin ton Allahu kabul na bën ya rabbel alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة
صفة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم